përceve mirë, a ka përceve mirë. S'ka grek, s'do. Po, çfarë bëra, thjesht po bëja thirrje, asgjë, do të thonë, thirrjet tona të zakonshme. Po thirrja ishte ju me gaz, ne me vezë, Edi Rama i pa besë. Edhe si duket u bon xhelos. Duket se u bon xhelos. A ka thirrje më duke? Asgjë, që të thonin pse ke dalë, jo ligji ki, jo ligji ai, siç janë akuzat e rëndomta që gjithmonë policia i përdor për të shantazhu protestuesit. Jo, nuk ushtron presion sepse sa veta janë të arrestuar? Këtu jemi 4 ditë dolëm edhe 2 janë proces duke dalë. Po sonja, ka brenda? Arrestimi që shërimi kanë bërë virale. Po. Që merresh në arrestim, unë ndjeva në ato moment. Si shqipoj. Se të fluturu beni. Bravo. Po arsyeja thjesht u bon xheloz nga fjalë që thash ju me gaz, ne me vezë, Edi Rama i pa besë dhe i thash me megafon dhe kjo ishte edhe arsyeja. Ju me gaz, ne me vezë, Edi Rama i pa besë. Genci që isha me ta është proces edhe një tjetër është proces. Besoj që për 20-30 minuta dalë. Edi Rama i pa besë. Edi Rama i pa besë. Nuk e ndoqet. Okej. Vazhdojmë të jemi live me pamjet e drejt për drejta që vinë nga komisariati numër 1, atje ku ndodhen disa prej të shoqëruarve. Arben Kola sapo është liruar, e dëgjuat pak më herët tek fliste për mediat. Vazhdojnë të qëndrojnë brenda në komisariat të tjerë. Lidhem edhe njërë me kolegun Osman Stafa. Protesta, siç e kuptoni, është vendosur pikërisht përpara komisariatit numër 1. Osman, përshëndetje. Përshëndetje Ola, atëherë sapo është liruar nga ndalimi Arben Kola, një prej protestuesve, i cili deklaroi se nuk ishte bërë asgjë